shijat e makaronave që ne shqiptarët i kena hangër dhe na janë duk normale dhe të jashtmit do i çoshim në koma. Mirë se vini në serinë e pastave. Kur bëhet fjalë për makarona, unë përdor gjithmonë Diamondin sepse kanë 14% protein, zihen shpejt, gjithashtu janë edhe shumë al dente. E mira të mirave është janë shumë shpejta dhe nuk marrin në stomakun. Mënyra e parë është mi vu buk steakun sipër, edhe kjo është gjaja që unë kam hangër në fëmijë, sepse nana na bate shumë. Edhe vonë e kuptova që është edhe në Itali, të jep një teksturë shumë të mirë makaronave. Kështu duken. Po që mirë se herën e parë. Bile nana ka herë në abata edhe me salcë edhe me kyte. E këtyne me buk i jep notën 9 nga 10. Njëra tjetër është me hedh salcë gjallë. Do me thonë koncentrat salcët, po unë kam thonë gjithmonë salcë gjallë, ta kanë kanë të preferumet e jetës teme. Edhe nuk e di kjo salca ka një kryp e diçka që bahet një mishmashtu që nuk di do me thonë. Për të me kanë preferuar nga jame. Që ka provu komentoni sepse nuk mund t'jeme vetëmja. Topenet e Diamondit janë super al dente. Kishin edhe proteine. Këtyne me salcë i jap notën 9 nga 10. Kuzinë marrim tjetër, edhe s'po marr më një shumë se marrova. Njëra tjetër është me djathë dhe cila shtëpi shqiptare nuk i ka dhënë fëmijëve makarona me djathë bardhë. Makarona me djathë. Mo super mega e mirë. Bile ne kot të parim shumë pesto gjana. Tu kanë thënë makarona me djathë. Jo, pas kam harru shihin këtyne. Këtyne me djathë 8 nga 10. Tash te provojmë pastat me kos. E di që mund të duket shumë e çuditshme, por djalja imi Dajs i ka hangër tani jetën, edhe ne që e shihim pasta me kos, por mama e provum edhe na pëlqej. Vetë me ujë. Këta janë pastat me kos. Nuk e di nëse mund t'ju duket e neveritshme, po kjo është prapë kombinim që nuk vdekon. Por mund t'i them që është kombinimi jam më pak i preferuar, kështu që një 7 nga 10. Te videoja që kam patu provu shije të ndryshme me makaronas, tonë keni thënë për makaronat e kuqena, edhe dihet që çdo shqiptar i ka bë dhe vazhdon i bën. Makaronat e kuqena përveç se janë nostalgjike, janë tepër të mira. Dihet që për pasta unë përdor gjithmonë pasta Diamond sepse kanë teksturën shumë të mirë, kanë edhe 14% proteina. Edhe gjaja më e mirë është që nihet shumë lehtë mos i han edhe nuk të fryjnë. Si fillim, kuqi makaronat me pak vaj, mandej i hedhim ujë edhe supë ulet. Unë i hedh edhe një lugë kolagen koskash sepse nga çismulla me hangër nërsh, paktën e fus makarona dhe nuk e ni. Në fëmijë kena shoqëruar gjithmonë pul edhe tradita vazhdon. Zihen derisa t'i shterojnë ujë edhe kanë dalë mrekulli. Komentoni me çfarë shoqësoni ju. Këta janë pastat carbonara. Kena të bëj pasta carbonara me mamin. Po vajmë makaronat musi edhe po ju tregojmë për më vonë. Unë nuk jam në fan se e madhe makaronash, por arri me dallu se cila është tamam kualitet i mirë edhe që nuk më fryn stomakun. Teksturë perfekte dhe shumë të lehta. Ne përdor këto Diamondit që kanë dalë shumë al dente, kanë edhe 14% protein. Sallambiçi. E di që është me guanciale receta origjinale, por s'kena çfarë bëjmë. Këta janë ingredient. Ndërkohë që bëhet sallami, ne do bëjmë salcën. Rahim një kokër vë edhe biber. Nuk e di a na duhet një kokër vë apo 2, jo them drejtën, por eksperimentojmë. Tash ti hedhim një grusht me djathin, dhe ujin e pastave dhe kështu është tekstura. Po kështu duket salcitja. Po qa prej zjarmit, atësh po shtoj makaronat këto. Tash hedhim këta. Shtojmë sallamin. I servirim. Ja duken djathë sipër. 9 nga 10. Do me thonë, kam një konfidenc për e këtë natë, ju thëmë drejtën, po. Përsa ju këtë për që ke receta dhe më komentoni që mund kemë bë gabim.
Receta sotme është pasta me salmon tymosën dhe me salcë roz. Siç e shihni kam filluar mu ba mjeshtre, qysh se kam zbulu pasta diamond, sepse kanë 14% proteinë dhe okay, nuk nihem njëç në faj kur i ha. Si fillim vejm ujin, vejm pastat, shtojmë vaj ullinit me shije hudret, hudër dhe salmon të tymosën. Unë maj të ngrim sepse nuk mund ta konsumoj për herë, gjithashtu i holla dhe salcë të kuqe koncentrat. Sepse kjo është ajo që kam i dhënë ngjyrën roze dhe tamam as shihen perfekte. Ndërkohë shtova edhe këtë pana al salmone që është tamam me salmon tymosën edhe seriozisht nuk di me ju shpjegu çfarë mrekulliet ka dalë. Shtova dhe ujin e makaronave, ndërkohë makaronat ishin ba dhe i shtova te salca. I hodha edhe disa jeshilleçes, di çam i thon këty në mananoze kështu. Edhe shifini sa kremoze kanë dalë. Mos harroni gjithmonë kur përdorni pan me përdor edhe arr moskat. Të zime aq sa duhet edhe pan djejn faj. Italianët do të kishte rat fik nëse do shifte këtë gatim me pasta, por mendoj që është e preferuar shqiptarëve. Mas makaronave të kuqe na dihet, edhe është makarona me mish, viçit dhe me lang. Unë kam me mish me hudra që nuk di, domethënë është thjesht jeta. Direkt në zemër. Ma pak kalorike dhe ma e mirë për ne që jena në palestra. Nëse doni me pas se si e kam ba, atëherë njekni videon. Për këtë recet na duhen vetëm 2 gjana, pasta diamond, të cilat kanë 13% proteinë dhe janë super të mira për ne që jena në palestër sepse na majnë shumë të ngopun. Edhe mishin që na vjen mami prej Shkodrës. I vej makaronat me uvlu edhe mandej i përvlojmë me vaj. I shtan pak kalori, po mbesoni i ban super diferent. Nëse doni 5 minutë në fundit mundeni mi gatu te langu i mishit, po unë s'kisha kohë, kështu që thjesht ja holla sipër. Edhe nuk di çam ju than shija ma mirë në botë, ose e ban mami e mishin shumë të mirë ose nuk e di çka ka. Edhe për tani që jeni rrit si princa dhe princeshat, ju lutem kursejeni komentet dhe hajni pastat në Itali. Pasta diamond ka një teksturë shumë të mirë edhe të ngopin shumë. Provojeni dhe jam e bindur që kam ju pëlqy shumë. Ju prezantoj me recetën time të preferuar të makaronave që janë feta cheese pasta. Por pos që janë gjaja më e mirë në botë, është edhe gjaja më e thjeshtë sepse unë e baj edhe në air fryer. Domethënë e shpejt, e lehtë edhe super e mirë. Si fillim marr një tavë që mundem me përdor në air fryer, ndaj pomodorinit, ndaj hudrën, vaj ullinit, vaj djathin danez, gjithashtu dhe erëzat. E fus në air fryer edhe vetëm 10 minuta është gati. Ndërkohë unë kisha vu ujin me vlu edhe gati me vu makarona diamond. Që ju tash e dini që unë i përdori prej kohës sepse janë shumë të mira, sidomos i herë kjo forma ishte mrekulli. Gjithashtu kanë edhe 14 gram proteinë. Pëlqejnë shumë se nuk shpupurishen edhe tamam e majnë formën siç duhet. Mas 10 minutash u banin të dyja gati, ndërkohë që ftofen pak makaronat, unë shtypa salcën edhe o zoti ma, ndoshta nuk është e bukur për pamje, pa është gjaja më e mirë në botë. Mundem me thënë që ja vlen kalorit 100%. I hodha edhe pak fara pishe, ta tekstura që i dha bombastike. Kjo ishte shara që po prisit me rikthy trendin, më i bë me pasta diamond. Nga serit pasta në air fryer sot kam pastiç. Në Shkodër i thojmë pastiç, jo pastiçe. Dhe është në recetat më të dashura për ne sepse është shumë e shpejtë. Fillimisht zi makarona diamond, mu kjo forma më pëlqen shumë. Edhe pse pastiçi bëhet me spaghetti, mu më pëlqen me e bë me këtë formë sepse i hin përmbajtja brenda të birat e makaronit. Në një anë tjetër shtypim djathin e bardhë, hedhim një kokër vë, qumsht, kryp biber edhe hedhim makaronat, ndërkohë që air fryeri ashtu nxe. I përzi mirë edhe i vëmë te kjo tava për air fryer. Edhe është shumë e mirë sepse lejon që mi u përçu nxehtësia. Nuk funksionon me tavë silikonit, mos e provoni. E bukur është që për vetëm 10 minuta është gati. Shifeni sa krokant ose sa i mirë ka dalë dhe ishte i bam gjithkund njësaj, seriozisht me mahnit. Sidomos për mua që jam tek persona dhe këtë ndajnë 2 vakte, është super sepse s'kam nevojë me bë shumë sasi. Ishte dalë super i mirë, krejt perfekt si mamit.